Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund u gjetë zgjidhja, ja ushqimet që pastrojnë rrënjësisht mushkëritë. Mushkëritë luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes. Ato marrin oksigjen dhe filtrojnë jashtë organizmit toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkërive dhe funksioneve të tyre është thelbësore për shëndetin. Mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet si duhet me oksigjen. Prandaj, sipas Brejcaj, do ju sugjerojmë një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e mushkërive dhe të konsumoni ushqime më të mira. Sigurisht që aktiviteti fizik, mos pirja e duhanit dhe shmangja e ndotjes janë gjithashtu mënyrat më të mira për të garantuar shëndetin e mushkërive. Ushqimet luajnë një rol kryesor në mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit, xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomanduara për shëndetin e mushkërive. Në këtë video do të mësoni për ushqimet më të mira që pastrojnë mushkëritë tuaja. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e mushkërive. Sipas Brejcajt, fistikët përmbajnë lloje të veçanta të vitaminës C, e cila ofron mbrojtje ndaj disa formave dhe sëmundjeve të mushkërive. Fistikët ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe ngopin lehtë dhe pa kalori, të cilat janë përgjegjëse për shtimin në peshë. Speci djegës. Speca djegës janë njerëzër shumë e fuqishme, mirëbërëse për organizmin. Ato ofrojnë dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës ndihmojnë gjithashtu në shuarjen e kollës që irriton fytyn në vazhdimsi. Ekspertët thonë se speci djegës parandalon problemet me të ftohurën dhe gripin. Kjo erëzë shpërbën sekrecione dhe rekomandohet për të gjithë ata që vuajnë nga bronkiti ose problemet e rrugëve të frymëmarrjes. Ju gjithashtu mund të përdorni një spraj hundësh, sidomos duke përdorur specin djegës, dhe aplikimi i tij në momentet tuaja më të vështira mund të jetë një ndihmë shumë e mirë e organizmit tuaj, në mbajtjen larg, sidomos të bllokimit të sinuseve që mund të kthehen në një problematik të madhe për shëndetin tuaj. Ushqimet e pasur me omega 3. Acidet yndyrore omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkërive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet, farat, arrorët, vezët janë shumë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto ushqime gjithashtu kanë aftësinë të shmangin inflamacionin në organizëm dhe të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj mendor. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen nga sëmundje të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqimet që e pastrojnë dhe detoksifikojnë këto organ të rëndësishëm. Në ndihmë për të përmirësuar kështu shëndetin tuaj të mushkërive është edhe përfshirja e çajit jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani çaji jeshil para gjumit. Kjo do të ndihmonte në pastrimin e organizmit dhe të mushkërive nga toksinat dhe të ruajë shëndetin dhe sistemin tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin, dhe mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje shumë të mirë për sistemin tuaj të frymëmarrjes dhe parandalimin e këtyre komplikacioneve. Lëngu i limonit është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant, acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicave të kuqe ose ananasi. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë në mes të vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ata alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë do të ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe nenergjiku. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimi prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj ose edhe si produkti ndryshëm. Ato ndihmojnë në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga bakteriet. Nenergjiku qetëson muskujt e rrugëve të frymëmarrjes dhe të dy jabimet duhet të bëhen pjesë e regjimeve ushqimore.
Mbrojtja e mushkërive kërkon marrjen e ushqyesve të domosdoshëm dhe vitaminave, jo vetëm nga ushqimi, por edhe suplementet. Këshilla e fundit, por jo nga rëndësia, është të mos pini duhan, të qëndroni larg zonave të ndotura dhe të pini sa më shumë lëngje të ngrohta, për të përmirësuar kështu edhe sistemin e frymëmarrjes dhe për të parandaluar edhe shqetësimet e saj. Ndotja e ajrit mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj dhe të përkeçojë problemet e frymëmarrjes. Mjekët rekomandojnë ushqime të pasur me antioksidant, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe ndihmojnë në detoksifikimin e mushkërive dhe mbrojtjen e tyre nga ndotja. Ndryshimi i dietës suaj mund të ndihmojë shumë në këtë aspekt, prandaj duhet të përfshini në të edhe xhenxhefilin. Një nga ilaçet shtëpiake më të përdorura për trajtimin e kollës dhe ftohjes është xhenxhefili, i cili njihet për vetitë e tij antiinflamatore. Xhenxhefili ndihmon në largimin e toksinave nga sistemi i frymëmarrjes, është i pasur me vitamina dhe minerale si magnezi, kalium, beta-karoten dhe zink, dhe gjithashtu kjo ndihmon në ruajtjen e shëndetit të mushkërive. Në ndihmë mund t'ju vijë edhe shafrani. Shafrani i ndjes ndihmon në uljen e inflamacionit dhe vështirësive të frymëmarrjes. Përbërësit aktiv të shafranit pastrojnë natyrisht mushkëritë dhe ndihmojnë në ndërtimin e imunitetit dhe detoksifikimin e trupit. Shafrani i ndjes mund të përdoret i papërpunuar ose plur, që futen në qumësht, në çaj, në sallata dhe më shumë. Mjalti. Mjalti është një ëmbëlsues natyral dhe i popularizuar për shkak të vetive të tij antibakteriale, që ndihmon njerëzit me probleme të frymëmarrjes. Mjalti ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe ruan shëndetin e mushkërive. Një lugë mjalt me një gotë me ujë të ngrohtë pastron mushkëritë dhe ndihmon në shërimin nga ftohja dhe nga kolla. Hudhra. Hudhra përmban alitësinë e cila vepron si antibiotik dhe shëron infeksionet e rrugëve të frymëmarrjes. Zgjidh probleme të bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes dhe ndihmon në reduktimin e inflamacionit. Është gjithashtu e dobishme për azmatikët. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil është i dobishëm për humbjen e peshës dhe reduktimin e inflamacionit që mund të pihet 2 herë në ditë për shëndetin e mushkërive. Yndyrnat e shëndetshme ndihmojnë gjithashtu në pastrimin e mushkërive dhe sjellin rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Prandaj, përfshirja e tyre do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar punën e sistemit të frymëmarrjes. Eliminimi i produkteve të dëmshme dhe pasurimi i dietës suaj me produkte të pasura me element ushqyes do të eliminojnë gjithashtu dëmtimet e mushkërive. Në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu edhe konsumi brokoli. Është i pasur me vitaminën C, vitaminën B5 dhe pirja e duhanit ul nivelin e vitaminës C në trup. Mundohuni të hani më shumë brokol për të eliminuar edhe substancat e dëmshme nga mushkëritë tuaja. Portokalli. Lëngu i portokallit është i pasur me vitaminën C, dhe konsumi i rregullt i portokallit do të rrisë metabolizmin tuaj, do të zvogëlojë stresin, i cili është një kalim i dëshirave për të varur nga papastërtitë e mushkërive. Lëngu i karrotës. Nëse pini duhan, atëherë duhet të dini se sa herë që ndizni një cigare, elementet e saj toksik qëndrojnë në trupin tuaj për 3 ditë. Gjithashtu ato shkaktojnë dëme në lëkurën tuaj. Lëngu i karrotës është edhe i mirë për lëkurën dhe është i pasur me vitaminën A, C, K dhe B, të cilat kanë të treguar efekte në largimin e papastërtive nga trupi. Spinaçi. Spinaçi është një nga perimet më të mira për shëndetin sepse nuk është vetëm i pasur me vitamina, por përmban edhe sasi të madhe të acidit folik. Shumë i rëndësishëm ky në aspektin e mushkërive tuaj. Kivi. Një fret i mrekullueshëm do ju ndihmojë të eliminoni papastërtitë nga trupi juaj. Kivit janë një burim i pasur i vitaminës A, C dhe E, dhe kur pini duhan, nivelet e këtyre vitamine ulen. Uji. Pirja e duhanit gjithashtu dehidraton trupin tuaj. Sipas shumë studimeve, më shumë ujë i pishëm mund të lërë gjithashtu eliminimin e papastërtive nga trupi. Prandaj, përfshirja e një diete të pasur me produkte sa më natyrale në shëndetin tuaj do të ndikojë pozitivisht dhe do të sjellë gjithashtu rezultate më të mira në mbrojtjen e mushkërive. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, mbas paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.